Përshëndetje, tani do t'ju tregojmë se si mund të ndërtojmë një semafor me anë të mikrobitit. Si fillim shkojmë tek bloku basic dhe marrim ikonën forever. Më pas shkojmë tek Keytronic stop bit dhe marrim ikonin turn red traffic light on. Shkojmë te logic. Marrim ikonën if true then. Shkojmë tek basic. Këtu mund të masim kohën, pra sa mund të qëndroj drita ndezur, dhe do të avem 10.000 milisekonda. Më pas shkojmë sërish tek logic. Marrim sërish po të njëjtën ikon, por tani do ta bëjmë off, ku drita e kuqe pra do të fiket. Tani shkojmë tek Keytronic stop bit dhe marrim ikonën turn red traffic light on, por kësaj radhe do ta bëjmë të verdhë, pra sipas ngjyrave të semaforit. Shkojmë sërish tek logic, marrim ikonën if true then, tek basic, marrim ikonën për të treguar sa sekonda, duke qenë se e verdha është ngjyra që është më pak, që rri më pak ndezur në semafor, do ta bëjmë vetëm 5.000 milisekonda, pra 5 sekonda. Shkojmë më poshtë, marrim logic, if true then, marrim sërish ikonën këtu, yellow, por kësaj radhe do të fiket, si që vepron dhe më lartë pra. Tani shkojmë sërish te Keytronic, marrim ikonën këtu, tani do të vazhdojmë me ngjyrën jeshile, si që vazhduam dhe më sipër. Vazhdojmë tek logic, if true then, shkojmë tek basic, sa sekonda do të rri, ta bëjmë 10.000 milisekonda, vazhdojmë më poshtë, sërish tek logic, if true then, Keytronic stop. Tani ngjyra jeshile do të fiket dhe vazhdojmë sërish me të verdhën. Keytronic stop, ngjyra e verdhë on, tek logic, if true then, basic, sekondat, do ta bëjmë sërish 5.000 milisekonda, duke qenë se e verdha është më pak siç e tham. Shkojmë sërish më poshtë. If true then, Keytronic stop, turn yellow traffic light off. Kështu ndërtohet pra një semafor me anë të mikrobitit. Tani ne do ta shkarkojmë tek mikrobiti dhe kështu ndërtohet semafori me 3 ngjyrat. Tani do shohim si funksionon semafori me anë të mikrobitit.